Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforres. Do bëjmë një mesazh për ju dhe letrat do t'i nxjerrim në këtë mënyrë. Ja të marrim këtu. Vdekja. Mos u shqetësoni, nuk është vdekja nga ajo që dim, dhe gjitha kemi frikën edhe pse është një gjë e vendosur tashmë. Për ne, vdekja do të thotë të dashur, shikoni, është këtu një person i vjetër dhe këtu një person i ri, një vajzë re, dhe është e krahasimi, diçka e vjetër të dashur Gafor, po vdes. Mund të jetë karakteri juaj, mund të jetë mendimi, besimi, mund të jetë komplet një transformim në jetën e juaj. Shpërngulje, punë re, martesë, bashkëjetesë, diçka e bukur, një rilindje në fakt. Kur del vdekja do të thotë një rilindje nga këtu në këtu, diçka e re, por që do jetë intenzive. Kjo mund të mos jetë e pritur, absolutisht nuk është patjetër, por që dhe për disa nga ju mund të jetë dhe e pritur, por ajo çfarë nuk mund të ndryshojmë, nuk mund ta ndalim këtë ndryshim që po vjet tek ne, deshëm apo s'deshëm. Në fakt do jetë kogja e mirë të leni pas vetës diçka që nuk është dashur ta bartni deri tani, si barr, mund të jetë ajo, peng të diçkaje, në diçka, në dikë. Çfarëdo lloj gjëje që të jetë, diçka e vjetër vërtet është duke e varrosur, ta them me kuptimin e plotë të fjalës, duke rilindur dhe dal një Gaforre e re.